Të nderuar shikues, mirë mbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Debat në parlament për alarmin e ambasadës amerikane për sulme nga Irani. Opozita kërkon masa urgjente, qeveria siguron se nuk ka të dhëna për kërcënime reale. Gjendet i pajet në banesi moshuari në Korç, në trupin e tij konstatohen shenja dhune, dyshohet se është vrarë me qëllim grabitjen. Policia shoqëron disa persona. Banka Qendrore deklaron se ekonomia shqiptare mund të rrezikohet nga kriza e rritjes së çmimeve, por norma e interesit për lekun nuk do të ndryshojë. Vjojmë gjërësisht, parlamenti është përfshirë këtë inte nga debatet për alarmin e dhënë nga ambasada amerikane në Tiranë mbi sulme të mundshme nga Irani. 3 ministra siguruan në Union se nuk ka asnjë informacion konkret për një rrezik real dhe përpasoj nuk ka pse të ketë alarm, ndërsa opozita tha se presidenti duhet të mbledh menjëherë Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Qeveria ka garantuar shqiptarët se nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar për sigurinë në vend. Një ditë pasi ambasada e SBA-s në Tiranë paralajmëroi qytetarët amerikanë për rrezikun e sulmeve nga Irani, ministri i mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se ky është një njoftim rutinë. I të gjitha selive diplomatike të Shteteve të Bashkuara nuk ka arsye për të shqetësuar. Kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në gjithë Europën, nuk vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklarat vetëm për Republikën e Shqipërisë, patjetër që jo, nuk është informacioni saktë. Informacioni saktë është që ky është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim tërprerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi të cënuar nga veprimtaria e aktorëve të lidhur me atë shtet dhe që i kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mas dhe të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale. Por sqarimi i qeverisë shqiptare nuk e bindi opozitën e cila kërkoi në parlament mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare e sqarime nga kryeministri Edi Rama për situatën. Ne kërkojmë që kryeministri të paraqitet menjëherë në seancë plenare dhe t'jap shpjegime për deputetët për 3 çështje kryesore. Pse e cilësoi hamendësim paralajmërimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për synimet me vullnet të keq të Iranit në raport me Shqipërinë? A ka koordinim mes partnerëve ndërkombëtar për çështjen dhe çfarë informacionesh ka shkëmbyer qeveria shqiptare me qeverinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kjo bëj thirrje juve si numri 2 i shtetit sipas hierarkisë protokollare që t'i kërkoni në emër të Kuvendit të Shqipërisë presidentit Republikës për sa kohë ka marrë detyrë dhe paguhet për atë detyrë që të rrasi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ndërkaq ministri i Brendshëm përsëriti se nuk ka arsye për të shqetësuar, duke vënë në dukje se prej disa kohësh policia e shtetit, strukturat e antiterrorit kanë marrë masa, duke komunikuar vazhdimisht edhe me 2 ambasade në Tiranë. Jo më larg se mbrëmjen e djeshme, i kam kërkuar strukturave të policisë, konkretisht strukturave të antiterrorit, strukturave të Departamentit të Sigurisë Publike dhe Policisë Kriminale të jenë në komunikim me zyrën e sigurisë të ambasadës amerikane, nga të cilat me përgjegjësi të plot konfirmoj se është komunikuar. SBA-i nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Një ditë më parë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë publikoi një mesazh për qytetarët amerikanë duke i paralajmëruar të bëjnë kujdes në Shqipëri. Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjektet lidhura me Shtetet e Bashkuara ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vendet zakonshme të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube, restoranta. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar, thuaj në mesazhin e ambasadës për qytetarët amerikanë. Demokratët dhe socialistët u përplasën në sallën e parlamentit, tensionet detyruan ndërprerjen e seancës, ndërsa ligjvënësit e opozitës kërkuan përjashtimin e Tauland Ballës. Sepse kjo mark Seanca plenare është shoqëruar me tensione sot pas një përplasje mes deputetes demokrate Elda Hoti dhe kryetarit të grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Debatet mes majorancës dhe opozitës nisën në momentin që kryeparlamentari Niko Peleshi ndërpreu fjalën numri 2 të PD-s Flamur Noka. Opozita u ngrit në këmbë në shenjë proteste duke bllokuar foltoren, ndërkohë që kryeparlamentari ia dha fjalën socialistës Bora Muzhaqi. Në këtë moment demokratja Elda Hoti shkon që të heq kartën e zonjës Muzhaqi e përplaset me Tauland Ballën.
Pas kësaj demokratët u çuan në këmbë duke kërkuar përjashtimin e Taulant Ballës, pasi përdori fjalë fyese ndaj deputetes Elda Hoti. Partia Socialiste i respekt. Seanca u ndërprej për disa minuta e mësohet se Flamur Noga ka hedhur një shishe ujë drejt socialistit Balla. Tensioni ka vazhduar edhe kur parlamenti rifilloi e Partia Demokratike kërkoi që Taulant Balla të dalë jashtë. Zotria që guxoi të fyente, të kërcënonte deputetet femra të grupit parlamentar të PD-s do duhet të dalë përjashta. Që kjo seancë ketë mundësinë të funksionojë në normalitet. Deputeti janë fjalë, e cila ka penguar deputeten tonë të mbaj fjalën, ka marrë kartat, do të përballet me sanksionet që ka rregulloria dhe që kërkesa jonë sapo është depozituar. Por kur një burr provokon mi dekorin dhe merret vetëm me gra, ka vetëm një shprehje për te. Merre zoti kryetar. Kape për zhelësh e zjarre jashtë. Mua nuk ma merrte mendja që do vinte dita të rikthenim tok fjalshin kape për zhelësh për shembull, si normë. Që se kam mendova se i kishim thënë lamdumirën. Seanca u ndërprej 2 herë, por për shkak se opozita nuk u tërhoq nga kërkesa e saj për përjashtimin e Taulant Ballës dhe vazhdoi protestën brenda parlamentit, socialistët kaluan në votimin e projekt ligjeve duke ndërprerë diskutimet. Projekt ligj, kush është dakord? Pas kërkesës së opozitës në parlament për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare ka ardhur edhe përgjigjja e presidentit. Në një reagim, kreu i shtetit ka bërë me dije se është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe informohet prej tyre për çdo situatë si dhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Gjithashtu, presidenca sqaron se mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional. Gjithashtu, presidenti ka konstatuar se bashkëpunimi institucional dhe ai me partnerët e huaj ndërkombëtar është në nivele të jetë të larta. Të mërkurën, ambasada amerikane paralajmëroi se Shqipëria duhet të jetë shënjestër e sulmeve iraniane, ndërsa kërkoi shmangjen e zonave të mbipopulluara. Për kryetarin e Partisë Demokratike, paralajmërimi i ambasadës amerikane mbi rrezikun që vjen nga Irani është real. Ndaj Sali Berisha kërkoi që NATO të organizojë mbrojtje ndaj vendit tonë. Ai gjithashtu sulmoi qeverinë, e cila krahasoi situatën me reagimin amerikan për protestat e opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Shkodra i bëri thirrje NATO-s të mbrojë Shqipërinë pas paralajmërimit të ambasadës amerikane për rrezikun e sulmeve nga Irani. Apeli i liderit të opozitës ishte që Aleanca e Atlantikut Veriut të mbrojë hapësirën ajrore të vendit tonë, njësoj siç po mbron Turqinë. Thirrja që lëshon ambasada amerikane një muaj pas luftës në Egjipt absolutisht nuk është pas substrat. Nuk është pas substrat, s'mund tjetë ajo. Unë i bëj thirrje Aleanca Atlantikut Veriut, ashtu siç po mbron Turqinë, ashtu të mbrojë, na garantoj mbrojtjen kundër ajrore nga aktet e tyre, kurse për aktet të brendshme duhet që forcat e rendit të garantojnë rendin dhe qetësinë. Berisha komentoi edhe reagimin e qeverisë shqiptare, e cila paralajmërimin e ambasadës e cilësoi rutinë duke hequr paralele me njoftimet që ajo bën kur zhvillohen protestat e Partisë Demokratike. Të krahasosh ato me protestat e opozitës, je i smur, ke psikologjinë ajetullafe. Dhe unë i them turp të kena më tapo, që nxjerrin një vlerësim të tillë. Kryetari i PD-s Sali Berisha ishte sot në Shkodër për të nderuar 4 të rinj që u vranë gjatë një proteste kundër regjimit komunist në 2 prillin e vitit 91, që mbahet mend edhe si masakra e fundit e diktaturës në Shqipëri. Ne përulemi me nderimin më të madh, me mirënjohjen më të pakufishme, para veprës së Arben Brocit, themelues i Partisë Demokratike dhe antar kryesie i kësaj partie. Përulemi me nderimin më të madh para veprës pavdekshme të Bujar Beshanakut, Nazmi Kryeziut, Besnik Ceks, të cilët fliun, sakrifikuan jetën për vlerat më të arrira që ne besojmë. 4 dëshmorët e 2 prillit u nderuan edhe nga nënkryetari i Bashkisë së Shkodrës, por kurorat e tyre me lule u hoqën nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike.
Në një bashkëbisedim me të rinjt, kryeministri Edi Rama tha se Europa i ka hapur dyert e saj për Shqipërinë. Sipas tij, qeveria është angazhuar për përmbushjen e kritereve për të mundësuar sa më parë anëtarësimin në Union. Shqipëria, sipas kryeministrit Edi Rama, duhet të bëjë gjithçka që të mos humbë shansin për të ruajtur ritmin e rrugtimit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në një takim me të rinjt, kryeministri u shpreh se puna e nisur prej vitesh, tashmë ka sjellë frytet e saj. Por pyetja që duhet ja bëjmë vetes është sa kohë kemi. Është hapur një dritar, ose më saktë është hapur dera. Por dera mund mbyllet. E rëndësishme është që ne të mos bëhemi sebeb që të mbyllet dera. I pyetur nga të rinjt për korrupsionin, kreu i qeverisë shpjegoi se zgjidhja nuk është vetëm dënimi i personave përgjegjës, por zhdukja e tij si fenomen. Shumë shpesh ne ngatrojmë, njerëzit e ngatrojnë korrupsionin me thjesht persona të këqij që duhen marrë edhe duhen quar në ferr dhe pastaj ne do shpëtojmë. Jo, vetëm kjo nuk e çliron një vend nga korrupsioni. Që një vend çlirohet nga korrupsioni, duhet që korrupsioni të mos jetë një shërbim. Largimi të rinjve nga vendi për kryeministrin nuk mund të frenohet, përsa kohë jetojmë në një vend të lirë. Ka një mënyrë për ta ndaluar këtë? Nuk ka. Se po të kishte do kishte ndaluar të tjerë. E para, e dyta, çfarë mund i thuhet një të riu 20 vjeç që ka përpara gjithë botën në celular. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se integrimi i Shqipërisë në BE sjell mundësi të barabarta për arsimin, duke nisur nga pagesat, shërbimet apo tregu i punës, njësoj si studentët europian. Avokatët e Sali Berishës kërkuan nga kryeministri Edi Rama të dëshmojë në procesin e dosjes Partizani. Sipas tyre, Rama ndryshoi destinacionin e zonës sportive kur ishte kryetar bashkie, ndërkohë SPAK nuk e kundërshtoi kërkesën, por vendimin do ta marrë gjykata. Thirrjen si dëshmitar në procesin Partizani të kryeministrit të vendit Edi Rama, SPAK i la në dorë gjykatës antikorrupsion. Në procesin me të pandehur Sali Berishën, dhëndrin e tij Marber Maltezin dhe të tjerë, kjo kërkesë është bërë nga grupi mbrojtës që pretendon se dëshmia e tij do të sillte zbardhjen e së vërtetës për privatizimin e ish-klubit sportiv Partizani. Një zëri avokatët thonë se Edi Rama, kur ka qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës, përpiloi bazën ligjore për ndryshimin e destinacionit të Truallit nga klub sportiv në shesh ndërtimi. Gjatë seancës së njëjtës, prokuroria Enkeleda Milonaj, që përfaqëson akuzën e SPAK bashkë me Arben Krajen, nuk e kundërshtuan thirrjen e kryeministrit si dëshmitar, por kërkuan që vendimi të merret nga togat e zeza. Po nga ana tjetër, SPAK kundërshtoi marrjen e dëshmisë së agentit të byros kombëtare të hetimit, për të cilin mbrojtja ka sjellë një foto që provon se ai ka qenë i pranishëm në një nga mitingjet e Partisë Socialiste. Milonaj thotë se ai është bërë pjesë e hetuesve në vitin 2023, ndërsa fotoja daton shumë kohë më parë. Ndaj dëshmia e tij nuk provon asgjë në proces. Një tjetër kërkesë që më herët kishte bërë Marber Maltezi ishte t'i lirohen 25 pasuritë e tij të sekuestruara, pasi ngrirja e tyre e vendos atë në pamundësi ekonomike. Por SPAK argumentoi se familja Maltezi ka të tjera pasuri dhe masa e sekuestros nuk e vendos atë në vështirësi ekonomike. Në fjalën e tij, Maltezi tha se gjyqtarja Irena Gjoka dhe ajo e apelit të posaçëm Iliriana Oldashi kanë zhdukur nga proces verbali pretendimin e tyre se gjyqi është i motivuar politikisht. Sipas tij, kjo i ka shkaktuar probleme avokatëve, pasi nuk kanë arritur dot të kryen mbrojtje në kushtetuese. Vendimi për të gjitha këto kërkesa do të merret në datën 15 prill. Të bashkëpandehur në proces janë ndërtuesi Fatmir Bektashi, që ndërtoi 17 pallate mbi trojet e privatizuara, Loteria Andja Pustina dhe shoqëritë Home Plan dhe Kontakt. Që ndjek një qeveri, këtë e bën vetëm gjykata kushtetuese. Një ditë pasi në gjykatën e posaçme u paraqit si avokati Erion Velia, këtë të njëjtë Plaren Ndreca ishte në cilësinë të pandehurit. Ndreca akuzohet për shkelje të barazisë në tendera lidhur me procedurat për rikonstruksionin e 4 komisariateve në vend në kohën kur ai ishte sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, institucion në të cilin ka shërbyer nga korriku i vitit 2019 deri në shtator të vitit 2020. Këtë të njëjtë ai kërkoi shpalljen e pavlefshme të provave
dhe fakteve që ka sjellë prokuroria për krimet që e dyshon, një vendim që do të merret në seancën e ardhshme. Ndërkohë, kallëzimi në strukturën e posaçme u bë nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili dyshon se zyrtarët kanë bërë devijime ligjore në garën për ndërhyrje në komisariatet e Florës, Mirditës, Pogradecit dhe ati numër 4 në Tiranë. Ekonomia shqiptare nuk është imune nga lufta në lindjen e mesme dhe pasojat e rritjes së çmimit të naftës kanë filluar të ndihen. Megjithatë, Banka e Shqipërisë ka vendosur të mos e ndryshojë normën e interesit për lekun dhe thotë se po monitoron me kujdes situatën. Ekonomia shqiptare pritet ose pritej të kishte një trend pozitiv zhvillimi në të ardhmen në vija të përgjithshme të ngjashëm me atë që ka mbizotruar 2 vitet e fundit. Pra një rritje ekonomike pranë potencialit, rreth nivelit 3.5-4%, një inflacion i cili do të rritej gradualisht drejt objektivit 3% të Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2026. Ky skenari i Bankës së Shqipërisë për ekonominë vendase për vitin 2026 rrezikon të mos përmbushet për shkak të konfliktit në lindjen e mesme. Vendi duket se po shkon drejt një krize të re për shkak të luhatjes së tregut të naftës, që do të rrisë çmimet për produkte e shërbime dhe do të frenojë rritjen ekonomike. Jemi përballë potencialisht një goditje oferte e cila është e ngjashme me atë që pasoi konfliktin ushtarak në Ukrainë, goditje e cila gjithmonë nëse do të intensifikohet dhe do të vazhdojë të jetë prezente, do të ketë presion për rritje të çmimeve dhe po ashtu potencialisht do të ushtroj presion edhe për frenim të ritmit të rritjes ekonomike gjatë vitit 2026 dhe potencialisht edhe në vazhdim. Megjithatë, Banka Qendrore thotë se situata është ende e paqartë dhe për këtë arsye në mbledhjen e fundit u vendos që norma baze e interesit për lekun të mos ndryshojë. Konkluzioni i përgjithshëm është që për momentin aktual është pothuajse në kufitë të pamundurës gjenerimi i projeksioneve të bindshme mbi të ardhmen, mbi ndikimin që këto do të kenë të paktën në aspektin sasior mbi ekonominë shqiptare. Dhe në këto arsye, në këto kushte, për sa kohë është e pamundur të ndërtohen skenar ende të besueshëm zhvillimesh në të ardhmen, është po ashtu e arsyeshme që të mos lëvizet me qëndrimin e politikës monetare. Dëshiroj të theksoj që në fillim të muajit maj, Banka e Shqipërisë do të rimarrë edhe një herë në shqyrtim qëndrimin e politikës monetare. Në vitin 2025, Shqipëria importoi 740.000 ton naftë me burimin kryesor nga Arabia Saudite dhe me një faturë importi prej 667 milion eurosh. Këtu kemi përfunduar, një falenderoj për të mendjen, bashkë mirë takofshim.